Berisha, ditën e sotme ka patur një reagim nga shoqatat e Unionëve të Gjyqtarëve të Republikës, shoqata kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës dhe shoqata e Prokurorëve të Republikës në lidhje me vendimarrjen e gjykatës shtetuese për interes të tyre që nuk po zbatohet. Ata bëjnë apel dhe ftojnë gjithë institucionet dhe zyrtarët e përfshirë në zbatimin e procesit të këtij vendimi për pagat. Çfarë mendoni ju? Duhet ta respektojmë? Mendoj që vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të zbatohen si domosdoshmëri, si detyrim më madhor ligjor në funksionimin e shtetit ligjor. Por vetë gjykata është sjellë në mënyrën jo serioze ndaj vetes dhe Edi Rama e konsideron atë një lloj si spakun një seksion të Partisë Socialiste. Sigurisht që vendimet e gjykatës kushtetuese detyrimisht duhet zbatohen. Ky është vendimi im.